më fort se sa sulmi. Në moment që ti nuk vepron... Fabula tjetër do jetë vetëm pak sekonda, plas Teledio fabulën tjetër, para se të mbyllim emisionin. Ja shikoni. Arrin një koment për këtë që ne do plasim tani, Ledio do e plas tani për një publik që kanë mbritur tani dhe nuk e di fare që kanë ndodhur. Ledio, të lutem plase pak, Arrin e di, edhe çunat e din, por ka shumë njerëz që nuk e din, se nuk janë detyruar ndjekin aktorë siç e ndjekim ne. Shikoni. Batutën e Ramsit 4 me Macron dhe me atë Alievin, si është tallur me Trumpin. Jepi Ledio. You should make an apology. To us. Because you didn't congratulate us on the peace deal that President Trump made between Albania and Azerbaijan. I'm sorry for that, guys. Yeah. So, and you worked very hard. You worked very hard. I bie dhe në faqe këtë Macronit, sa i dashur, i do shumë këta është, i bie në faqe për këdel. Po, Arlin, si duket kjo histori? Është i fort Ramsi që ka, le ta themi trosh, që ka bytë që të tallet gjithësi me një prezident, kush do qofta i me prezident amerikane kanë fjallën? Tani unë se dija e dinte Rama që po filmoja, apo jo? Si pas kullës nuk e dinte. Unë dyshoj që e dinte, se nuk mjafton vetëm kjo. E di pse e dinte. Se nuk ja tha vetëm Macronit atje këtë batut për të tallur. Shikoje, ke provën tjetër. Shikoje. Kjo nuk është bërë shumë virale, çudi e madhe. Jepi Ledio. Shife para gazetarëve, të njëjtën gjë. Është anglisht, po të gjithë e kuptojnë. Jepi Ledio. Ja, shikoje. Para gazetarëve ka thënë fiks të njëjtën gjë. Ja, shikoje. E ka Ledio gati. Po sa të shtypet, sa të kaloj. Dori aty ja. Albania already has a peace deal because we were in war. So now we are in peace. Fantastic. No, Azerbaijan Albania already has a peace deal because we were in war. So now we are in peace. Operacion që Strategji komunikimi është... Ose kësha pak të filmimin e dytë, domethënë. është dallohet, është sa dhe ja, edhe Flogerti që ka gjithë të vite që se thuash punon në këtë lëmin e ekspertizës së komunikimit, kjo dallohet qartë, pra nuk është rastësi ajo atje. Edhe e bukur është që ky summit, ky komunitet politik që organizon Macrona 2 herë në vit, ky është herë e dytë, një e bën në Shqipëri, një po e bën në Danimark, nuk e di mbaroi. Ramsi duam zonë kapi gjithë vëmendjen, është bërë xhiron e botës. Është lajmi sot dhe dje më duket filluar apo të qësot. E hariti këtë gjë. Puna është, ku e gjen fuqinë vlla, të tallet me gjithsesi me njeriun që udhëheq perandorin. Ose të paktën një nga perandorit më të mëdha, më të madhen aktualisht. Kjo pyetje që shtron ti mund të bëhet vetëm kushtet ku është Trumpi presidenti SBA-s, ose çdo njeri tjetër. Unë përfituroj sikur ta bënte një batut me Obama. Se bëri Obama një lapsus, edhe Rama të bënde i batut tjilë, askujt nuk do i shkonte në mendje. E ka bërë Berlusconi pra, Belo, Dakor, fakti që Trumpi është i president anormal, në kuptimin e sjelljes, e gjestet, e mënyrës si mendon, e bën që të gjithë të rrinë pak kështu, ç'po thot ky. Sepse çdo president tjetër në vend të Trumpit, s'ke pëlqen fare problem, edhe gjithçka do shkote me sportivitetin më të madh, sepse fundja, nuk kushtohen marrëdhënie midis shteteve. Nga një batut. Nga batuta. Nuk kushte normale, flas gjithmonë. Tali, momenti që kemi një president aq egocentrik në SBA, që bezi pret që çdo njeri që e viziton ti thot ti je më i miri, ti je më i madhi, ti je më i bukuri e kështu me radhë. Dhe ndërkohë që kemi një kryeministër kaq egocentrik në Shqipëri, po tani ku di unë? Po prapë nuk do jepja shumë rëndësimin e, domethënë ti thua kalon. Trumpi thua ti se ka pas deklarat ambasade ose sot, ka pas deklarat shtëpi e bardhë. Se di, çfarë ka thënë, nuk e di. Ja, shikoj, ne punojmë për paqen në këtë. Ky ishte qëllimi. Po ndërkohë që kujdes, gjithë kundërshtarët e Trumpit në Amerikë, edhe kandidati i mundshëm për president, një demokrat që unë haroj emrin, gjithmonë, ka dalë dhe e ka shkruar në Twitter, pra në X. Që shikoj se ti po kallën, shikoj se kanë disa Amerika, pra e kanë përdorur kundërshtarët e tij atje, gjithë, le që kanë marrë gjithë mediat njerë. Po dhe kundërshtarët e tij po e përdorin. Ti thua nuk ka asnjë pasojë Ramsi nga kjo. Thash këtë, po them. Fakti që është Trumpi, do thotë fakti që është një personazh i veçantë në krye të SBA-s, gjithë ne na lë me këtë dyshimin që mos ka ndonjë pasojë. Po, duke njohur çik më në thellësi politikën amerikane, presidenti nuk është se vendos gjithçka në SBA, domethënë ka edhe një strukturë politike brenda partisë vet, brenda si thua sistemit politik amerikan, kështu që sigurisht Trumpi ka tronditur shumë gjëra. Mirë, po mos harroni diçka, midis batutave të thënit dhe politikave shtetërore ka një lloj dallimi.
po ta vini re, dhe qëndrimi i Trumpit ka ndryshuar disi në raport me Ukrainën. Kur erdhi në fillim, tha praktikisht Ukraina se kanë fajin, me vrap marrëveshje, çdo lloj marrëveshje me Putinin. Pastaj, me sa duket, u ngeci sharra ngosh diku, ca prej kokforcisë dhe fakti që Putin nuk bën asnjë lëshim. Ca besojnë edhe prej faktorëve tjerë që kanë rëndësi në sistemin politik amerikan. Se unë i referohem, është një geopolitikan italian që unë janë ndjek her pas here ligjërata, Dario Fabri, dhe kam dëgjuar që thotë diçka interesante, thotë për SBA-n. Janë një perandori pa perandor. Se zakonisht perandorit ka një perandor, pra ka një njeri të gjithë pushtetshëm që vendos gjithçka. SBA-ja sigurisht është një shteti të i fuqishëm. Por ama deri më sot paktën, nuk e dim çfarë do ndodh në muajt e në vitet e ardhshme, nuk ka pasur perandor. Në historinë e SBA-s nuk ka pasur perandor, pra nuk ka pas një president që vendos gjithçka. Qartë. Do kupton? Kështu që në këtë sens Ti e shikon këtë si një gjë që kalon. Bën një xhiro të madh, bën një zhurmë dhe kalon. Nuk besoj që do ketë, paktën për këtë gjë do ketë, ku diun, efekte afatgjata. Por gjithsesi të shohim ashtu. Flogert, me një fjali të lutem, sepse këtu kemi kaluar çdo limit. Domethënë, Rama ka gjetur mënyrën e Trumpit për të shkuar tek Trumpi. Qartë. Ka hedhur një batut. Duhet thënë pas një marrëdhënieje inekzistuese deri tani. Ka hedhur një batut përpara gazetarëve, nuk ka dhez, thon shqiptarët. Nuk ka dhez, domethënë nuk ka ndezur. Nuk u bë viral dhe e bëri me mënyrën tjetër për të shkuar tek Trumpi. Dhe Edi Rama ka mundur me këtë deklaratë shkoj tek Trumpi. Sigurisht, qoftë se Trumpi e ka parë këtë batut, ka qeshur një lloj siç qeshi Macroni. Sa ajo dukshëm ishte gallatë. Pra ti thua nuk është inatçor Trumpi. Ishte vetëm, po Trumpit Rama i tha trupi njerëzimit. Edhe pastaj atakoi dhe tha është po djali mirë. Ti do e takosh i pari. Good po. Kështu që kjo është instrument PR-i fantastik dhe Rama ka kuptuar një gjë. Rama ka mësuar trukun se si t'ju hedhi karreme mjeteve ndërkombëtare. Si ti ja bën që të kthejnë kokën një i madh? Planeti. E bëri me diellën. Tani e bëri aty, por sigurisht ka dhe instrumentat. Pra gjen momentin. Përpara gazetarëve nuk ndezi ajo. Se nuk ju thoshte askujt asgjë. Tek Macroni dhe ai zotria i Azer, aty pastaj u bë virale. Edhe unë kështu mendoj. Truk fantastik. Marsi ç'na mëson atë digiteti lidhur me këtë ngjarje? Si silleshin të vejlit përballë të mëdhenjve në atë kohë? Në lidhje me këtë ngjarje, do i referohem një nga filozofëve të mi të preferuar, i cili është pasuesi Zenos Elias ose shkolla e stoikëve, që është Seneca, i cili ka jetuar nga shekulli 5 deri në shekullin deri në vitin 65. Nga viti 5 deri në vitin 65. Mbas lidhjes Krishtit ose mbas erës së re në Rom, edhe në një nga librat e tij, Epistolate morale drejtuar Lucidios, që është një nga dishepujt e tij, po që sot është përkthyer letra nga historik, i cili konsiderohet dhe konservator i parë, ka një moment në cilin i dërgon një letër ku i flet për artin e të folurit në publik, për të folur në publik dhe se si duhet që elita politike ose një funksionar publik duhet të flasin në raport me qytetarët ose me audiencat. Dhe Seneca bën këtë dallim. Ai thotë duhet kish kujdes mos kopjosh cirkulatorët dhe cirkulator, Seneca quante njerëzit që dilnin rrugë dhe bënin ose një numër magjie, ose tregonin një barcolet, ose thoshin në një fjali që shkaktonte të qeshura. Dhe Seneca thoshte diferenca e njeriut publik, ose ati që flet në shqetësimin e vet për popullin ose për njerëzit, ose filozofi, duhet të bëj të heshtin. Pra kur një filozof flet, njerëzit duhet të heshtin, se duhet mendojnë, kurse kur dikush qesh ose shkaktohet të qeshura, thjesht zbavitet. Qartë. Është e vërtetë thoshte që në një moment ti e fiton vëmendjen e turmës, e fiton vëmendjen e njerëzve, mirë po kjo nuk përbën esens, nuk ka mendim dhe nuk ofron zgjidhje. Dhe në qoftë se Seneca sot ishte gjatë dhe shikonte këtë gjë, për të Rama do ishte asgjë më shumë se thjesht një cirkulator. Dhe jo njëri që i bën tjerë të heshtin kur flet. Shqetësimi real do ishte në qoftë se Rama do thoshte diçka që në raport me politikat, me aktet e Trumpit, do shkaktonte heshtje, do shkaktonte mendim dhe për më tepër do e shqetësonte. Pra, qëndrimi i parë i Ramsit në kohën që erdhi Trumpi të parë është më serioz se kjo që bëri apo. Që u tallë në gafti. Ishte kënaqësi, arrin çoni do e kemi historisht. Jam i bindur në këtë studio deri para 9 nëntori kur janë zgjedhje, falenderit shumë Arlindi Qori, kujtoj të gjithëve që Arlindi sot u vendos nga partia e tij që të jetë kandidat i zyrtar i zgjedhjeve të 9 nëntorit për Bashkinë e Tiranës. Ndërkohë nuk e pyetëm Arlindin nëse do kenë kandidat në bashkitë e tjera. Jo, janë 5 bashkitë e tjera, janë 6. Vetëm Tiranë. Falenderoj Flogert Muçën, e gjeni te lexo.al.
Flogerti është gazetar tashmë i vjetër, quhet dhe pse është akoma djalë i ri, në eksperiencë dhe ekspert komunikimi. Flogerti është një nga ata personazhet i cili gjithashtu njësoj si në politikë dhe në media krijon një hendek, ca e dashurojnë, ca e urrejnë, dhe kjo është dhe sukses. Unë gjithmonë më pëlqejnë këta personazhe dhe kur sem dakord me ta, kam qejf t'i kem afër. Kështu Flogerti shpresoj do ta kemi shpesh në studio edhe këtë sezon. Falenderoj Flogert. Me kënaqësi. Dhe Marsit Gupi sigurisht miku im i vjetër, i cili është filozof, është jurist, avokat, penalist dhe pedagog te Marin Barleti. Ora është 23:30 minuta. Unë i falenderoj jashtëmasë që qëndruat me ne, të gjithë ju që na keni ndjekur përveç në MCN TV. Ju kujtoj se ne do të jemi sërish bashkë të martën në orën 10, të mërkurën në orën 10 darkës dhe gjithmonë të premteve në orën 9 darkës, siç është traditë. Kemi startuar pra sezonin e 23, pra vitin e 23 të emisioni Zonë e Lirë. Ky ishte episodi 989, bashkë takohemi të martën, deri atëherë. Unë të vazhdoj t'ju kujtoj se ju e keni shumë pranë parajsën, të gjithë ju që jeni të zhgënjur, prisni deri për zgjedhje, votoni atë që doni ju, votoni, pavarësisht se keni bindje që votat manipulohen, inxhinjerohen etj. Gjithsesi, mirë është të dilni të votoni, sa më shumë të votoni ju, aq më mirë do jetë për të ardhmen e